22 vjeçaria humbi jetën gjatë rinoplastikës. Mjekët Babe Bir ndalohen të ushtrojnë profesionin për një vit. Marco Antonio Procopio, Babe Bir të dy kirurgë estetik, do të duhet që të ulin qepenat e klinikës së tyre pasi po përballen me akuza për vdekjen e Margaret Spada, 22 vjeçares që vdiq në 4 nëntor gjatë një procedure rinoplastike. Gjykatësi hetues ka urdhëruar që ata të ndalohen të ushtrojnë profesionin për një vit. Ndalimi është në fuqi në Itali dhe jashtë vendit ku Prokopiot të përfaqësuar nga avokati Domenico Oropallo. Ndalimi është në fuqi në Itali dhe jashtë vendit ku Prokopiot të përfaqësuar nga avokati Domenico Oropallo janë zhvendosur pasi u përfshin në stuhin gjyqësore që pasoi vdekjen e 22 vjeçares siciliane. Prokuroria Eleonora Fini kishte kërkuar arrestimin e babait dhe vetëm pezullimin e të birit. Gjykatësi hetues vendosi që duke pasur parasysh se kishte kaluar pothuajse një vit që nga tragjedia, masat paraprake në lidhje me kufizimin e lirisë personale nuk kishin më të zbatueshme, duke konsideruar pezullimin të mjaftueshëm për të parandaluar tragjedi të mëtejshme. Familja e vajzës e ndihmuar edhe nga avokati Alessandro Vinci po kërkon të njihet se nëse shërbimet emergjente mjekësore do të ishin dhënë me kohë, shanset e mbijetesës së Margaret do të ishin rritur, ndoshta nga frika se aktivitetet e tyre të pa autorizuara do të zbuloheshin, ndoshta duke shpresuar të anashkalonin procedurat e përcaktuara. Prokuroria Eleonora Fini kundërshtoi akuzat kundër dy të dyshuarve gjatë marrjes në pyetje para gjyqtares hetuese Daniela Caramico Dauria, e cila pritet vendos mbi kërkesën për arrestimin e tyre dhe ndalimin e tyre nga ushtrimi i profesionit të mjekësisë. Karabinierët rindërtuan kohën e vonesës fatale me një diferencë gabimi prej vetëm disa minutash. Ata filluan me një foto të bërë nga celulari në sallën e operacionit nga i dashuri viktimës, e cila tregon Margaret tashmë pa ndjenja dhe më pas shqyrtuan regjistrat e thirrjeve për 112 dhe 118 duke llogaritur kohën e mbërritjes dhe të operacionit. Defibrillatori nuk u përdor, kishte një të tillë, por bateritë e tij ishin të shkarkuara dhe në vend të kësaj u krye masazh kardiak me thithje lëngu nga mushkërit. Sidoqoftë, përdorimi i defibrillatorit do të kishte bërë të detyrueshëm transportimin e saj në spital, duke zbuluar se çfarë kishte ndodhur. Pjesa tjetër e akuzës bazohet në ekspertizën mjekësore, një proces që zgjati 10 muaj dhe përfshinte 5 specialistë të ndryshëm, midis tyre një pedagog i cili vërtetoi se prerja në hundën e saj ishte një shenjë qartë e një procedure kirurgjikale për të cilën institucioni nuk ishte i certifikuar.